Dje rreth orës 15:40 në Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria personin AV 23 vjeç nga Tetova, për shkak se tek ai është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Më vonë, me urdhër të gjykatës, është bërë bastisje në shtëpinë e tij në Tetov, ku ishte i pranishëm edhe babai i tij BV 46 vjeç, me që rast janë gjetur një pistolet dhe 2 karikator me 6 dhe 7 plumba, pa dokumentacion. Edhe BV është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të ngjarjeve do të përgatiten parashtresa përkatëse. Dje në një objekt hotelerik në fshatin Senakos të Gosivarit është i gjetur një pistolet Beretta kalibër 9 mm dhe një karikator me 4 plumba. Për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, prodhim, mbajtje dhe tregtimi pa autorizuar i armëve ose lëndëve plasëse, punonjësit policor nga Departamenti i Policisë Gallat dhe Stacioni Policor Gosivar privuan nga liria personat MA 26 vjeç, MO 31, AA 31, JD 30 dhe AM 22 vjeç, të gjithë nga fshati Senakos. Ata janë mbajtur në stacionin policor, ku më vonë MA ka pranuar se arma është e tij. Kundër tij është dorëzuar kallëzim penal, ndërsa gjyqtari kompetent i ka caktuar masën e paraburgimit. Dje rreth orës 12:35 në rrugën Ilinden në Gosivar, punonjësit policor nga Departamenti Policor për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor Gosivar kanë ndaluar personin ND 38 vjeç nga fshati Vrapçishti i Gosivarit, për shkak se është sjellë në mënyrë agresive ndaj një punonjësi policor gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 17:10 në SPB Tetov është paraqitur vetë personi NM 41 vjeç nga Tetova. Të njëjtën ditë në orën 16:20 ai ishte denoncuar nga JSH 47 vjeç nga Tetova se në rrugën Jashtëvardarit në Tetov me një mjet të fortë ka dëmtuar automjetin e udhëtarëve Passat me targa të Tetovës në pronësi të djalit të tij e më pas i ka drejtuar kërcënime. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëmë rreth orës 18:30 në Departamentin e Punëve të Brendshme Gosivar është paraqitur vetë personi SM 47 vjeç nga Gosivari në lidhje me një ngjarje të denoncuar më parë për prishje të rendit dhe qetësisë publike me përleshje fizike mes tij dhe IM 50 vjeç nga Gosivari. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëmë rreth orës 21:30 në SPB Tetov, AA 25 vjeç nga Tetova ka denoncuar se për shkak të një grindjeje mes fëmijëve të tyre të mitur, fëmijë i saj BN 32 vjeç nga Tetova është sjellë në mënyrë agresive ndaj saj dhe fëmijëve të saj të mitur dhe e ka kërcënuar, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 14:20 në SPB Tetov është denoncuar se në bulevardin Blagoja Toska në Tetov ka ndodhur një aksident trafiku mes automjetit të udhëtarëve Golf me targa të Tetovës, i drejtuar nga RI 53 vjeç nga Tetova, automjetit të udhëtarëve Opel Astra me targa të Tetovës, i drejtuar nga AB 46 vjeç nga Tetova dhe automjetit të udhëtarëve BMW me targa të Tetovës, i drejtuar nga JA 36 vjeç nga fshati në Proshten, komuna e Tearcës. Në aksident me lëndime të rënda trupore ka mbetur drejtuesi i automjetit AB të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Është kryer inspektim nga ekipi i SPB Tetov.